Për 2 ditë më radhë, studiues nga Evropa dhe Mexher do të mlidhen në Prishtinë për të prezantuar studimet e tyre më të fundit. Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë, në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Islame dhe Qendrës për Studime të Avancuara në Sarajev, po organizojnë konferencë ndërkombëtare me temën Roli dhe kontributi i dietarëve musliman në Evropë. Dekani i Fakultetit të Studimeve Islame, Islam Hasani, tha se 30 studiues do të prezantojnë hulumtimet e tyre mbi kontributin e dietarëve musliman në Evropë. Gati për gjitha vendeve të Evropës ka përfaqësues, universitetet që janë me renome, me prestigj, që kanë një të kaluar shumë të bujshme hulumtuese, kanë dërgu delegatë e tyre që të prezantojnë hulumtimin e tyre, kështu që do të thotë për neve si Fakultet i Studimeve Islame është një nder që të kemi këta hulumtues, të gjitha hulumtues në një vend. Ne mendojmë se konferenca do të arrijë qëllimin e vet, që të zbardh ose të paktën të hap një derë të mendimit se muslimanët, dietarët musliman kanë dhënë një kontribut të madh dhe vazhdojnë të japin një kontribut të madh edhe në Evropë, në pjesën e Evropës perëndimore edhe më larg. Në konferencë të marrin pjesë studiues nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Gjermania, Suedia, Norvegjia dhe vendet e tjera, si dhe studiues nga Indonezia. Prej Maqedonisë, Shqipërisë, Bosnjës dhe komplet vendet të rajonit, kemi hulumtues nga Gjermania, Hungaria, Austria, Suedia, Norvegjia, do të thonë që kanë ardhur me kombëtesa, përfshirë disa edhe nga jashtë Evropa, do të vendet të Azisë, dhe kemi një studiues, një hulumtues që do të jetë prezantues në ditën e parë të konferencës, i cili vjen nga Indonezia vetëm për të marrë pjesë në këtë konferencë. Konferenca do të nisë të premten në ambientet e Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë dhe do të zgjasë deri të shtunën në mbrëmje, me që rast do të jetë e hapur edhe për publikun.